Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pullum Pilinçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, Ministrja e Jashtme zonja Spiropali ka shkuar për një udhëtim 2 ditor në Greqi, ku i kërkon Greqisë heqjen e ligjit të luftës dhe mbështetjen për futjen e Shqipërisë në BE. Zonja Spiropali tha gjithashtu që do rihapi dialogun për kufit detar. Profesor, ky udhëtim i zonjës Spiropali është takimi thjesht shtetëror apo një tentativë siç bëri zoti Balla për shtrahim politik? Mirëmbrëma shqiptar kudo që ndodheni. E di që prisni lajme të mira. E di që prisin të riktheheni në vendin e gjyshve, në vendin e babës, në vendin tuaj ku ju keni lerë, që keni ikur me 90-ën dhe sot jeni 60 vjetë. Të dashur shqiptar, si që kam thënë gjithmonë, nuk u kam gënjur, kam thënë realitetin, kam erdhur në tokën e Shqipërisë, në tokën time ku unë kam lerë, stërgjysht e mi, ku ka lerë shqiptarët, me vojtje, me hidhrime 82 vjetë. Çfarë u kam thënë dashur shqiptar, unë u kam thënë që në fillim, Pilinçi nuk ka hekurat, po ka çelësin e arrestimeve të çdo gjë. Po çdo gjë është bërë me standard tamam si në Amerikë. Byroja kombëtare mbledh lajmet, mbledh vjedhjet që kanë bërë dhe dosjet e tyre, siç kam thënë, janë mbyllur ka 2 muaj. Dosjet jo të mbyllura që t'ikin, dosjet që të vend drejt gjyqit të dashur shqiptar. Gazetarja më pyet për Spiropali. Spiropali e kam njohur vite me radhë. Nga hiqi u bë milionere, e bën deputete, sepse ashtu është spionazhi, bën ata që i heq për hunde, u bë kryetare e kuvendit, ashtu quhet kuvendi, nuk quhet parlamenti, por shkrimi ishte akoma që në kohën e regjimit komunist, kuvendi popullor. Kuvendi i vdekjeve, kuvendi ku janë vrarë shqiptarët me qindra dhe me mira, aty është vendosur, aty është ngritur dora, por plani është bërë në Komitetin Qendror, është firmosur në kryeministri dhe është vendosur në kuvendin popullor të quajtur. Se në emër të shqiptarëve, në emër të popullit, për 82 vjet kanë vrarë dhe këta për 35 vjet, ta zem me gjithë Rami Salin që në 10-ën, këta jo vetëm që kanë vjedhur, po këta kanë vrarë, kanë coptuar shqiptarët, kanë përzënë rinin, kanë mbyllur shkollat qëllimisht, e kanë realizuar 100% planin e serbëve, sidomos 7500 njesh. Po dhe dalëm përsëri në Spiropali. Spiropali ka vajt në Greqi të dashur bashkëdhetar shqiptar, atje ku e ka folen. Ka vajtur Greqi dhe thot Spiropali se unë do heq të luftës edhe jemi NATO. Dhe gjo me Spiropali, as të pyes kushty për NATO. NATO e bëm ne, nuk e bëri Berisha. E bëm NATO se NATO kur bëhet duhet kesh forcë ushtarake dashur shqiptar. Po programi ka qenë hyri me njërë Shqipëria në NATO. Por NATO-a as i pyet. Është ministri i quajtur i luftës, i ushtrisë, i mbrojtjes, që as i pyet NATO-a njëherë, sepse është një klysh agent grek. Po dhe kjo ka vajtur është ullur aty, para flamurit blu, ashtu si e ka dhe PD-ja atë blu, atë të bardhë, të njëjtin si greku, dhe kjo ka vajtur aty edhe na tregon pralla. Po kjo të dashur shqiptar ka vajtur sepse Balluku dhe kryetari i Bashkisë të Tiranës i ka dhënë emrin e kësaj, kjo është gati për të arrestuar. Kjo nuk është as ministre jashtme, por kjo është një që ka vjedhur për atë shqiptarëve, kur ka qenë drejtoresha e gjithë kufive,
do me thënë ku blidhshin paratë, ka qenë, si që thash, kryetare e kuvendit, edhe tashi Edi Rama e ka caktuar ministret jashtme, harrovi deri dje thikat që janë përdorur në atë kryeministri në trupin e saj, edhe vajte urgjent në Greqi, në spital më përpara. Pra, të dashur shqiptar, këta kërkojnë strem politik. Ashtu ka kërkuar dhe Berisha, ashtu dhe kjo, ashtu dhe Tauland Balla, por të betojnë të dashur shqiptar para jush, këta e në hendë vinë këtu në Shqipëri. Pavarësisht se po përgatitet edhe Balluku tiki në përmalet, e shoqëruar, por nuk ka kuvete. Këtu do japi llogari. Pra, kjo gazetare nuk bën do të asgjë, s'ka as fuqi, sepse ne Greqisja kemi prerë nga të katra anët dhe Greqia i kam thënë përpara të riurt, ai kryeministri, që nuk ka rrugë dalje tjetër vetëm të uli bishtin, që ka erdhur puna e patriotëve që të presin jo bishtin, po edhe kokën. Pra, kjo ka vajtur një xhiro, si që ka zakon, për të dhenë një para ati personi që shinin në fotografi, mendojnë mos i strehojnë, por nuk ka strehim politik për këta, ka vetëm burg, edhe burgu e kanë me orë dhe me ditë. Profesor, sot SPAK ka kërkuar arrestimin e zonjës Balluku, duke i kërkuar kuvendit hapjen e mandatit për të. Mund të vini foton? Ndërkohë, zoti Rama lë të kuptoj se do e mbroj atë. Sipas jush, në këto kushte, si do veproj SPAK? Të dashur shqiptar, unë e thash edhe mbrëm. E kam thënë edhe disa ditë më përpara. Arrestimet duhet ishin bërë para 5-6 muaj. Arrestimet i ndalovi Kelepeja, edhe gjykata e kushtetues, këto fytyra që ishin i poshtë 5 veta. Kelepeja ra dakord, e pa nga halli, si që kam thënë gjithmonë, nga Kelepeja në kam bërë 3 veta, kërkonin ndihmë dhe falje. Kelepeja e zgjodhi si Qequa atë që desh Amerika, që deshëm ne, sepse ai do t'i bjerë fshesës. Po të dalë në pyetja e gazetares, unë e thashër dhe mbrëm. Këto fytyra që shini ju të dashur bashkëdhetar shqiptar, këto 5 fytyra, menduan këta, se nga gëzimi parave, i zarfeve të mbushur me miliona dollar, menduan që ta shtynin deri në janar më datën 1920. Por harruan që SPAK-u dhe Biroja Kombëtare sot në Shqipëri, ajo është bosi për të shpëtuar 97% të shqiptarëve. Pra, ftesa i vajti urgjent, Balluku do në thash që mbrëm, i vajti sepse SPAK-u ka mënyrat e tij. I vajti dhe kërkon, ato s'kan imunitet, po me qenë se po bërtasën thonë kemi imunitet, sepse 140 janë të 140 plira dhe shqipfolës, hajdut, rrugaqër janë në atë kuvend, pra se bashku me kryetar e kuvendit, që është nga Korça, që s'ka lënë gjep pa vjedhur në Korçë. Pra, urdhi këtyre as i pyet kush njeri, SPAK-u e dërgovi sot që në mëngjes, por nuk është vetëm për Ballukun dashur shqiptar. Unë si që thash më përpara, do filloj nga partia e Berishës. Do arrestojnë me qindra. Pra, e nëse ata thonë nuk e japin, nuk e heqim imunitetin, Balluku do arrestohet. Balluku po bën plan që dije për të larguar.
për arsye se mendon se do shpëtoj. Pavarësisht se pasaporta është marrë, ata bëjnë pasaporta çdo ditë, por në kufi çdo gjë është në kompjuter që ajo të ndaloj. Po ajo mund t'iki edhe në kemp, në mal, në Greqi. Por Greqinë ne kemi dhënë urdhër, nëse ata e mbajnë jo më tepër se një orë, kryeministri grek do mbaj përgjegjësi penale, personale, familjare. Sepse të gjithë shtetet e Evropës janë të njoftuar, nuk pranojnë absolutisht asnjë. Dhe të gjithë shtetet e Evropës janë të tremur se përpara mini para nga këta me metro kup të dashur shqiptarë. Pra, do arrestojnë edhe shumë dhe në Evropë. Po shqiptarëve u intereson arestimi i këtyre këtu. Përsëri sot më shkruajnë mua kur do arrestohet Edi Rama. Që është një propagandë sërbe, sepse duan që të arrestohet Rama që të digjet Shqipëria. Po jo të dashur shqiptarë. Unë kam thënë dhe më përpara, kur ne të largohemi të vejmë në zyrat e reja, arrestohet Edi Rama. Do arrestohen që të gjithë, komplet të dashur bashkëdhetar shqiptar, ashtu si që arrestuan sot 30 e ca veta, ashtu si do arrestohen sonte mbi 20 veta, do ven diku me ato kodrat, jo të diellit, po mi kodër tjetër, ku është mania me shok. Pra, ta në shkaktar që gjoja e shtyn dhe prishën ligjin e gjykatës. Këta, zoti që shihni juve tani. Këta janë, dhe këta do ngelet një histori, sidomos agenti Ibrahimi, do ngelet një histori si hajdut, do ngelet një histori si kriminal, që ka bërë në kushtetut, a i ka qenë dhe kryesori në KLP të dashur shqiptar. Kalon nga KLP-a sepse dy partit janë bashkë, doni si e si që të mbani Shqipërinë, menduan se mbaj Shqipëria me të vjedhur, po jo dashur shqiptar. Pra, gazetare, si që thash, Spiropali e të tjerë janë gati për të arrestuar dhe bilim të bet gati të ulan balla. Profesor, pas kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zonjës Balloku, Këshilli i Mandateve mbledhet më datën 19 dhjetor. Profesor, nuk shkon kjo ndesh me 40 ditët që i dha SPAK-u gjykata kushtetuese të mbledhë provat? Dhe dashur shqiptar dhe gazetarja, si këta gazetari që janë këtu, propaganda është hapur që gjykata e kushtetutës është perëndia. Në atë gjykata e kushtetutës, to fytyra mund t'i tregosh më të mëdha, dish daloni e strime, to fytyra që janë këtu, gazetare, ka një rregull në Shqipëri që kur u krijua SPAK-u dashur shqiptar dhe byroja kombëtare, do me thënë SPAK-u SPAK-u janë prokurorët, por u kthe SPAK-u qëllimisht që të bëhet si në Rumania e Bullgaria, është bërë speciale për në Shqipëri vetëm për të arrestuar dy partit, dy udhëheqësat e partive dhe dy deputetëve që janë zgjedhur për këto 35 vjet që u kanë vjedhur, u kanë coptuar, sidomos kanë rrëzuar 3 shtyllat kryesore, po e përmend edhe një herë, kanë rrëzuar pensionin që ka punuar në për kooperativa dhe në për ferma, kështu ka qenë Shqipëria, kooperativa e ferma, 97% të shqiptarëve punonin në për ferma, sidomos në për kolkozet, kooperativat, me çdo fshat fermat ishin shumë të pakta, të rralla, në Myzeqe për të tharë kënetat, me të intrenuarit, me të burgosrit, por pensionistët që kanë dalë të dashur shqiptar, që kanë punuar 30 vjet në regjimin bolshevik, pa bukë dhe të marrën $80, po ashtu dhe shtyllën më kryesore, që është qetësia, që mban qetësinë mi shtet, mi qytet, mi lagje, mi fshat, policia. Policinë këta e kanë përdorur si slev, pa veshje,
i blen privat, pa këpuc i blen privat, arritën dhe kapelen e blen privat, për arsye se ato që marrin $600 nuk u dalën të blen atlete. Kjo është qëllimi që policia nuk i ka të një llojta këpucët. Kjo është arsyeja që nuk i kanë të një llojta veshjet, po kanë bler format e kuqe vetëm i ngjitin që të duken policia speciale, si që kanë vënë emrat e këtyre, po janë ti kategorie dhe bosat e tyre, pra gazetare as ka rëndësi me gjykata kushtetuese, puna vazhdon, do arrestohet Balluku dhe si Balluku janë me qindra të tjerë. Profesor, në një aksion të sotëm nga SPAK për tendrat e Akshit, janë lëshuar 35 masa arresti dhe janë arrestuar 6 persona. Zoti Agasi dhe zoti Beqira janë në kërkim. Gjithashtu është pezulluar nga detyra zëvendës drejtori i policisë së Tiranës. Ju keni folur disa herë për rolin e rëndësishëm të zotit Agasi për qeverinë Rama. A mund të na thoni se me lëvizjen e sotme të SPAK ka filluar fundi i qeverisë Rama? Të dashur shqiptar, gazetarja e bën pyetje. Ka shumë rëndësi kjo pyetje, sepse sot që në mëngjes çdo televizor dhe këtyre, gazetarët e këtyre, simpatizantët e regjimit të Alis, do me thënë simpatizantët, dashamirësit, dashnorët e Ministrisë të Brendshme që janë shpërndarë në për gazeta, fillojnë edhe u duket gjoja e habitur që në Kodre Diellit, mos jam gabim, të quajtur janë milionerë ata që ishin me atletet të grisura, duke u vjedhur ju shqiptarët, duke vjedhur pensionin, duke vjedhur policin, duke vjedhur arsimin, duke shpenzuar parat për veten e tyre, për arsimit, dhe vend të jepnin arsimit, i mbanin për vete, dhe vend të jepnin pensionin, i mbanin për vete. Pra, ajo Kodrea e Diellit, do me thënë Zet Dielli, janë vilat e rrugaqërisë, sot për sot, janë vilat e tyre, por nesër do t'jenë vilat e shqiptarëve më të thjeshtë, vilat do t'i kenë shqiptarët gradjes. Pra sot ka vajtur një numër i madh, njerëzit thonë që janë bërë 5-6 të arrestuar, jo. Janë shumë të arrestuar, po thuaj që të gjithë do arrestohen, pavarësisht se disa kanë ikur, si që thash më përpara, nuk kanë kuvend. Do vinë përsëri, por ishte më mirë për ata që dënonte gjykata se do t'i dënoj populli shqiptar. Do bëhet gjyq popullor aty ke Skënderbeu. Aty ke monumenti fundi që kanë lënë një hero, se gjithë heronjt e 82 vjetëve që janë vrarë, që kanë deshur Shqipërinë me kufin natyror, që kanë deshur Shqipërinë e shqiponjave, sërbët, me ndihmën e serbëve, me ndihmën e grekëve, kanë vrarë shqiptarët më të ndershëm, kanë vrarë shqiptarët më patriot që ka patur historia e Shqipërisë, edhe koskat e shtrat e tyre nuk dihen ku janë. Pra, nuk është vetëm Kodre Diellit, që është një fushat. Gazetarja pyet e thot, mos i erdhi fundi kryeministrisë. Dashur shqiptar, kryeministrisë ka 6 muaj që ka erdhur fundi. Po këta janë si ai peshku që thahet ujë dhe përpiqen në të thatë. Këta do japin llogari para shqiptarëve. Unë kam thënë dhe unë e di që ju që më dëgjoni me vëmendje, nuk bëni gjë tjetër vetëm prisin që të bëni gjyq popullor. Por nuk është puna vetëm gjyq e personave, do të jetë gjyq familjar, dashur shqiptar. Sepse aq u kanë vjedhur. Dhe fëmijët e tyre s'ka legje pa bërë me xhame të zezë, bredhen për qytete, shtypën njerëz, i shtyrën njerëzit, godasën policat, si ai pis deputet i Fierit që ja mori kapelën policit dhe ja hodhi për tokë. Ai nuk e hodhi kot. Ai hodhi shqiponjën, dashur shqiptar.
sepse i ka dhënë para Sërbi dhe Greku. Ati personi, ati deputetit të Fierit, që do vi shumë shpejt do japi llogari për atë kapelen që e hodhi polici. Që ti ishte polici i rregull si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një shtet që ti është demokrat, si Shqipëria që do bëhet shumë shpejt me policë, po të prekësh polici të vret në vend. Sepse ai është simboli i kombit të atij shteti. Pra, gazetare, arestimet, si që kam thënë që do bëhen arestime shumë të mëdha, kam thënë që nuk ka qeveri, po ka vetëm 2 persona, Berisha me Edi Ramën, që të dy bashkohen, dhe po e theme diçka tjetër, dofta mos o kanë thënë më përpara, para ca ditëve, si Berisha dhe Edi Rama janë takuar në shtëpinë të quajtur milioner një mane, që nesër edhe kombinoshjet e tija do t'je presëm që të hyj ajri në çdo vend. Janë takuar shpeshherë, përsëri janë takuar që mendojnë mos bëjnë dallavere, mendojnë, na ka dëgjuar ne që ne do bëjmë demonstrat paqësore, ata thonë do bëjmë demonstrat me datën 22. Të dashur shqiptarë, edhe vetë ata nuk besoj që duhet të jenë të arrestuar, po rrini të qetë se do shihni të arrestuar me qindra si që kam thënë. Nuk kam thënë kohë të dashur shqiptarë që janë 1820 deputet për 35 vjetë. Të gjithë deputetët, kush ka është gjallë, kush ka vdekur familje e tyre do konfiskohet, sepse u kanë vjedhur dashur shqiptarë. Sepse i kanë marrë nga rruga, si këtë Spiro Spalin, e marrën nga rruga dhe e bërën milionere me vila dhe me hotele. Apo si që marrë këtë Tauland Ballën nga Librazhi, pas Andale, çfarë nuk ka në Tiranë, çfarë nuk ka në Elbasan, po ato janë, do t'jenë të tuaja. Pra, të dashur shqiptar, është ditat e fundit që ata do restojnë. U kam thënë që kryetari që është deri më datën 20 do përfundoj arestimin e Spiro e Palit, arestimin e Tauland Ballës, arestimin e Berishës, arestimin e Nakos, e Ndokos, e Sheut, që janë këta hajdut që kanë 35 vjetë që rrinë deputet, 35 vjetë që kanë vjedhur, do habitin e ju, dashur shqiptar, kur të filloj fshesa e quajtur Partia Demokrate që është me atë flamur të Grekut, këtë ngjyrë ka, shikoni qa ngjyrë ka flamuri i PD-s. Këtë ngjyrë, do me thënë Grek. A ishte Berisha para ca kohe, që ishte çështje e votime, para votime, që u tha Grekve, unë jam me ju, mi jepni votën. Kërkonte votën nga qeveria greke. Kërkonte votë nga armiqtë tonë shekullor. Pra, u erdhi fundi të këtyre, por këta do përfundojnë në arestime, do t'i shihni dashur shqiptar. Përgatitje që kemi bërë, burgun që është në Shkodër, është bërë si 4 orë, dhe taraca e kryes është shumë e madhe, do t'i shihni me Ilir Meta, me Berishën, me Edi Ramën, me Spiro Palin, me të gjithë këta hajdutët, do t'i shihni kur të rrinë njeri me tjetër, do të bëjmë tamam gallat për t'i qeshur, që i shihni me vete, kë keni patru president, kë keni patru kryeministër. Dhe po e them, dhe fjalën tjetër dashur shqiptar, këtu do t'jetë në 10. Nuk do të quajnë me ish presidenta, ish kryeministra, ish deputet, 0. Do arrin, nuk do kenë kombinoshe para të që kanë bërju. Profesor, ju mbrëmi bët thirrje Spaku që të hetoj 5 antarë të gjykatës kushtetuese dhe t'i dërgoj flet arresti për zvendës kryeministre. Sot zonjës Balluku ju shtuan dosje të tjera. A ka lidhje kjo situatë me deklaratën tuaj mbrëmshëm? Të dashur shqiptar, gazetarja bën pyetje dhe
mbrëm ka qenë e njëjta gazetare dhe unë ju drejtova në mënyrë publikut që të shkonte dhe Spaku, po unë e njoh mirë Spakun e Byron Kombëtare. Ka viti që e njoh mirë bilem, e di qa bëhet, dhe ju drejtova që shqiptarët ta dëgjonin dhe ta shikonin. Dhe kam thënë tekstualisht kështu. Spak, Byro e Kombëtare. Dosjet na inzini të lutem shumë ata të hiqe me këtë, s'është nevoja ta vesh më greku. Vetëm ata të jenë më të mëdhenj në fytyrë, ata që janë poshtë. Dhe i kam drejtuar Spakut. Çdo person nga këta të dashur shqiptar ka një dosje. Ka një dosje të rrezikshme, të frikshme, pa pasuritë e tyre. Ku i kanë bërë, si ishin, pa qenë në atë karrike, menduan se do t'jenë për jetën, dhe i drejtova Spakut, dhe i thash, vazhdo, hap dosjet. Pa here, u lajmërua Spaku, po nga këta, dërgojeni për të arrestuar për Balluku. Balluku të dashur shqiptar, mos më keq kuptoni, është një mizë e vogël. Atemuar nga Greqia, ku punonte atje, e bën deputete, e u disën mirë, si që kanë zakon këta, vën flok, u disën buzët, u disën fytyrën, të bëhen të bukur me parat tuaja, që ju e s'kini buk të hani, me parat tuaja, si kini duruar dhe në mësot. E ngritën në detyrë, si që thash ajo, është një diçka e vogël. Barrën që e ka këtu në Shqipëri të dashur shqiptar, janë dy parti, që janë motra, e quajtur një PD, që po hakën kokën njëri me tjetrën, ata që ju shqeu Berisha, i mori nga rruga duke shitur misra, i mori nga rruga me pantalona të shkurtra, i bëri me hotele, i bëri me flok, i zbukurovi, i aperovi femrat, i udisi, ata i hangër kokën, e turpruan në kohën e fundit, që nesër pas nesër do arrestohet si Berisha, jo si kryetari i PD-s. Pra, të dalë prap në pyetja, a ka, se thash unë dje, po. Sepse Spaku pra të paguet, kryetari i ri që u zgjodh, unë u kam thënë, a i vefshesëm. A i nuk ka kyqe që të dërgoj Byron Kombëtare, pa i ka litar, dhe litari në për Tiranë, që këtu janë mbledhur hajdutët, edhe ata që janë jashtë, janë ushtarak në New York, janë në Evropë, si gjoja si gazetar, janë në Chicago, janë në New York, Kaliforni, Florida, Pennsylvania, do vinë këtu në Shqipëri dashur shqiptar. Unë u thash edhe për një radio televizor që ka vite, që lamastiste kundra shqiptarve, në favor të PD-s, arriti që ne ja mbyllëm, e do të kini këtu, do të shini me sy atë mjekroshin, se që ka bërë me parate shqiptarve. Si kanë jetuar në Amerikë, që s'kanë punuar një dit, ish oficerët, edhe këtu prap janë shumë njerëz që kanë bërë parti, që kanë filluar dalën si a i peshku më të thatë për piqet, dhe flasin një kryetar as një antar. U dolën si ky Lapa, që par di e mblidhte njerëz i linte karriket e Dirama, vinte Lapa, ikte Lapa, vinte Berisha, ikte Berisha, vjen këta satelitet e tyre, po erdhi përfundimi dashur shqiptar. Ka vajtur atje ku s'mban më. Si këtu dhe në Kosovë. Pra të dashur shqiptar do përfundojnë arrestimet e gjithë ty dhe kam thënë dhe them dosjet e këtyre unë i kam dhe
do gjykojnë dhe këta para shqiptarve, cila që arsye që mendoni të shtynë deri 20 janar, përse këta e shtynë, ishin 4-4, iku një, ngele 3, vajti këtu përsëri kjo femra, por të dashur shqiptar, këta që shini këtu janë të emruar nga Sali Berisha, nga Edi Rama e nga Ilir Meta. Po këta do përfundojnë shumë keq, sepse demin që i kanë bërë Shqipëris, i ka bërë KLP-ja dhe gjykata e quajtur kushtetuta. Që kjo kushtetuta është bërë në Serbi, dhe këta zotni që shë këtu, së bashku me PD-n e me PS-n, e realizuan 100% për të dëmtuar shqiptarët. E realizuan i futën shqiptarët në përburgje për një cigare, për një litrik, për të hapur një pus për të piruj, kurse këta i kanë parat me metro kub, vishe luks, që s'kanë parë as gjyshët e këtyre veshjet, as familjet e këtyre, kanë qenë cop-cop, kanë qenë të rrugve, veshën gjaketat e kostumet me mira dolar. A e pat para ca kohë Berishën me gjithë atë Osman Manja, si e ka i që ishtë ministri i drejtësisë, unë ngritën zirshin të dy për kostumet. Berisha i thoshtë i ke kostumin $10.000. A i thoshtë e Berishës, ti e ke më shtrenë se time. Ja pra shqiptarë ku kanë arritur. Nga qoben të rrugve, nga njerëz që ishin si maraush nga shkoni rrugve, unë gjallë me parat tuaja. Mbajni mend të dashur shqiptarë, që kanë bërë ju për 35 vjetë, edhe armit shekullor nuk ja kanë bërë Shqipërisë ati që bën ju. Ju qini të rinj jashtë atë dheu. Prindrit tuaj i kanë lënë pa ujë, i kanë lënë pa bukë, i kanë lënë pa pension, qëllimisht që të leminohen, qëllimisht i mbyllë shkollat, që të mos ketë me kulturë në Shqipëri, që të eliminohen, që të plotësonin 100% planin e Serbit. Po jo 100%, po e kanë plotësuar 1000 për 1000, kanë kaluar edhe atë që s'dush e bërë. Pra, gazetare, edhe këta, edhe shumë gjyqtarë, edhe shumë gazetarë që janë mbi 80 e ca, të quajtur analist, moderator, janë femra, meshkuj, të quajtur gazetar, doje në burg dashur shqiptar. Doje në burg edhe televizorët, që janë të përhapur në Shqipëri, që kanë bërë propagandë edhe bejnë për ditë, a i shini që po bejnë dashur shqiptar, me veshjet e tyre, me logjet e tyre që bejnë, që as në Itali nuk janë bërë këto gjëra. Vetëm në Shqipëri, për të ullur moralin e shqiptarëve, për të ofenduar shqiptarët, për të thënë, ja pra, këta janë shqiptarë, po jo dashur shqiptarë, ju jeni të pastër. 3% që janë për televizore, hajdutët, deputetët, ish ministrat, ish presidentat, presidenti. Këta janë rrugachër, këta u kanë shkatruar ju dashur shqiptarë. Këta s'ka një moralitet, sepse janë rritur edhe nuk e njojnë babën e tyre. Por erdi koha t'i api llogari para jush. Dhe unë përsëri u pyes, a doni të bëni gjyq popullor, u erdi koha dashur shqiptar, me këta, atë që kanë bërë ju, që kanë lënë pa fëmijë, me atë që i kanë bërë fëmijët që janë në përbot, në e tyre ka vdekur dhe nuk e kanë parë me sy. Lagja nuk e ka parë bas 5 muaj, si i shtretur, kanë vajtur, kanë trokitur, që s'kanë parë dritë, e kanë gjetur të vdekur. Ata janë shqiptarë, dashur shqiptarë. Ata janë që kanë vojtur në për kooperativat e në për ferma. Ata janë bijtë e këti kombi. Janë fëmijët e strënipat e patriotëve që kanë luftuar që në kohën e Skënderbeut. Edhe një Skënderbej që kemi ne kanë mbuluar kur vinë rrugachët
e botës. Kanë arritur në atë gjendje që i thritën ministrat dhe kryeministrat para Cakoje Edi Rama, u ullë dhe u përkull tipte një unaze, një rrugace nga Italia. Edhe ajo po shëgohet për parat që ka vjedhur nga Shqipëria. Unë e thash para Cakoje, inteligencës të sigurimit sekret të Italisë, kontrollojeni kryeministrin sa para ka vjedhur. Të dashur shqiptar, ua kam thënë dhe po them, shumë ambasador do dënohen në Shqipëri. Nga do që janë, do vinë si Sorreka me shok. Dhe si ajo Kokuqja që ishte ambasadore basi iku Sorreka. Edhe ambasadorët tanë të Amerikës, ja 4, do japi llogari këtu në Shqipëri, që kanë erdhur para 2 muaj një ambasador, nuk po ja ze emrin, erdhi të mirët e para, përsëri në bashkia me gjithë të shoqet. Ne nuk pyesëm se janë korean o kinez. Amerika është një shtet, është një tokë e bekuar që i ka dyer të hapur që vete kushdo. Është Amerika e të gjithëve të botës. E atyre që janë njerëz, po ka dhe njerëz që vinë për spionazh, o e gjejnë veten shumë shpejt. Pra të dashur shqiptar, u erdhi dita juaj, dita e gëzimit dhe dita e hidhrimit e rrugaqërive. A keni diçka për çfarë, profesor? Unë s'kam asgjë për të thënë, vetëm shkurt po them shqiptarëve. Me këtë rast po i them edhe Kosovës, Kurti, të thash para disa ditëve një javë, që i ke lënë minjan, me kokë minjan, luftëtarët që luftuan bashkë me Amerikanët për të shpëtuar Kosovën dhe për të përzënë Sërbët, vrasjet që i bënë më 99-ën, ju e i kini lënë minjan, jo vetëm ju, të gjitha partitë. I kini lënë minjan pa pension. I kini lënë fëmijë Kurti, fëmijët që janë vrarë, baballarët e tyre, i kini lënë pa bukë. U dhe diçka para ca ditëve, po duhet dalësh prapë që nesër, sa je për këtë periudhë të shkurtër, që të mbahet mend, je pu pension doppio atyre të uçekes që kanë luftuar për të shpëtuar kombin e vetë. Ndihmoj ata. Mos ki dërmend se nuk do bësh kryeministër. Unë po i them me këtë rast Ramushit, Ramush, çdo gjë që ke marrë, i jepua shqiptarëve. Pavarësisht se e hedhën propagandë për ty, se Ramushi ka vjedhur, por Ramushi, të dashur kosovar, ka vëllezër të vrarë. Ka luftuar për kombin e tij, pavarësisht se pasuria sot e ke, nesër ik përsëri. Por është nga familjet e patriotëve dhe jam i bindur përsëri ne do të bëjmë kryeministër derisa të bëhet Shqipëria. E kam fjalën ne që kemi qeverinë teknike, që unë po flas në këtë minutë si kryeministër i qeverisë teknike dhe më vonë si presidenti i Shqipërisë të bashkuar me kufi natyrore. Unë po i them partive të Kosovës. Më datën 28 kini votime. Nuk do fitoni. Kur ju ti dilni para kosovarëve, me krahinës të Kosovës, shqiptarëve të mi të coptuar, dhe të dilni të thoni, të gjitha ato në parti që u kemi vjedhur për kaq vjet, i gëzoni. A here dosja juaj do lehtësohet. Për ndryshe, ju s'do fitoni, po do shkoni drekje në burg. Për dëmin që keni bërë kosovarëve, për djemtë e Kosovës që janë larguar në përbot, në për Evropë, kudo janë? Ata janë djemtë e shqiptarëve. Ata janë djemtë e princave dhe të patriotëve që kanë luftuar me shekullin me serbët, që në kohën e Skënderbeut. Dhe deri në këtë minutë që flas. Edhe një herë, ju parti që të kërkoni të fitoni që jeni bërë bashkë
dhe mendoni se do fitoni, po unë po them hapur. Dilni dhe thoni këto ditë që ç'kemi vjedhur, po e dorëzojnë. Lini kosovarët të marrën frymë, sepse ne jemi shqiptarë. Si në Kosovë, në Malzi, Maqedoni dhe në Çamrinë e Djegur, ne jemi shqiptarë. Vëllezërit e mi shqiptarë, kudo që ndodheni në botë. Kemi 5 milion. Po e them përsëri Greqisë të më dëgjojnë me kujdes. Sa rrugaçe që u vini ju, e sa rrugaçe u kanë erdhur, që bëjmë propagandë në Greqi, që juve të ndihmoni, ulni bishtin, se do përfundoni shumë keq. Unë ua kam thënë dhe u them, ne kemi qelsin, jo vetëm për Shqipërinë time, po dhe për të detit. Kemi fuqin, erdhi koha dashur shqiptar për ju. Erdhi koha e shqiptarve të kthehen në tokën e tyre dhe të marrën çfarë ka bi tokë. Kemi pasurit që do habitet bota, naft, flori, gaz, çfarë nuk ka? Çfarë nuk ka në tokën tonë që po e çfryzon Kina? E merr mineralin, i paguajnë njerëzit $35 që duhet pak të në orë, $70-80. Me 35 një mane ka marrë bulqizën minierat dhe ja ka dhënë turkut. Unë para ca kohë kam biseduar me presidentin e turkut të mineraleve që ka marrë dhe kam thënë, banka tënde ne do t'i bllokojmë. Ka ardhur nga Turqia, ka biseduar me mua dhe kam thënë, po tha unë i ka marrë nga Manja. Po Manja s'ka patur brek. Manja shiste gjëra të vogla aty afër Skënderbeut. Pra dashur shqiptar, shkurtimisht, rrini të qetë sonte, do dëgjoni arrestimet të çuditshme, erdhi koha e juaj dhe mos e kini mendjen që thoni duam të arrestojmë më përpara e kryeministrin Edi Rama. Edi Rama është i vdekur, dashur shqiptar. Po ju që thoni, se të paktën thonë, është një propagandë qëllimisht që këta të bëjnë rëmuj të djegën Shqipërinë dhe Tiranën. Po jo. Planet e të dy partive. Ai do arrestohet, ne shumë shpejt do shkojmë, por duhet dini jetë të dashur shqiptar. Ne nuk vem ne 13 ministra. Ne duam ndihmën tuaj që ju, fëmijët tuaj të vinë aty. Keni shkruar me mira, jemi me ju. Unë e di që jemi, po duhen fizikisht për ta festuar në Shqipëri. Unë do të kërkoj shumë shpejt për një demonstrat paqësore, me lule në dorë dhe me qiri. Qiriu është për hidhrimet e 82 vitve, për eshtrat e atyre që janë vrarë, që janë edhe eshtrat akoma nuk dinë se që po bëhet në Shqipëri. Duan edhe ata një shkëndi, një dritë, dhe trëndafilat, lulet që të bani dorë, për një ditë të re, që do quhet viti 90 për së prapti, që do shpëtoj kombi Shqipërisë, do gëzohet tërë Shqipëria, do hidhohen disa shtete në Evropë, që do tundet Evropa, shumë e egrë do bëhet, por aq na intereson, unë u them shqiptarëve, kudo që janë, erani në Shqipëri për pushime, erani pas vitit të ri, erani ta gëzoni Shqipërinë, se që bëhet në Evropë, pak na intereson, erani të dashur shqiptar, erani sa më shpejt intelektual, na kanë erdhur çdo ditë vinë nga Gjermania, nga Hollanda, po na vinë nga çdo vende, erani për të zënë punë. Mjanë denjtë në gjumë, prindrit që jeni në Shqipëri, mja u gënjet në për kafe,
do arrestojnë të gjithë. Natën e mirë, dashur shqiptar, prisni arrestimet, nuk do ngelet njeri pa arrestuar këta që u kanë vjedhur dhe u kanë coptuar si familje, u kanë darë burrin e gruan, në atë mënyrë ka deshur Serbi dhe Greku. Natën e mirë, dhe ne nuk kemi frikë as ka Greku, as ka Serbi, ne kemi fuqinë sot dhe ne jemi dikushi. Natën e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër, do të gjori shumë arrestime sonte dhe nesër. Shumë arrestime që gazetarë duke ditë, mos i dëgjoni dhe ata gazetarë që flasën, u arrestua ky, ata s'din asgjë fare. Edhe SPAK-u, që janë 20 veta, në SPAK, nuk e din njeri me tjetrin, dashur shqiptar. Është shumë sekret. Është shumë sekret për arrestimet e këtyre. Natën e mirë, e miru pafshim nesër në orën 6. Falenderoj, profesor. Të dashur miq, shihemi nesër në të njëjtin orë. Natën e mirë.